Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Do të jemi së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me shëndetësi. 135 bebe kanë ardhur në jetë në 3 muajt e parë të vitit 2026 në Vlorë. Sipas mjekes ginekologe Sofika Xhelilaj, shifrat janë në të njëjtat kuota si vitet e kaluara, duke mos shënuar rritje apo ulje. Por, sipas mjekes, këtë vit për fat të keq, te bebat ka pasur dhe fatalitete. 135 bebe kanë ardhur në jetë në thuajse 3 muajt e parë të 2026-s. Sofika Xhelilaj, mjekja obstetër ginekologe, thotë se bazuar në shifrat jemi në të njëjtat kuota si në vitet e kaluara, duke mos pasur rritje apo ulje. 18% e lindjeve, sipas mjekes Xhelilaj, janë me seksio dhe 25 janë operacione ginekologjike, ndërkohë që pjesa tjetër janë lindje natyrale. Ideja është që ka filluar mirë si lindshmëri, deri tani ne kemi 135 lindje normale dhe nga këto 18% të cilave janë lindje me seksio, kemi disa rreth 20-25 operacione ginekologjike, shumë vizita, shumë ekografi dhe një aktivitet i pëlqyeshëm. Në krahasim me vitin e parë kemi instabilitet, nuk themi që kemi ndonjë rritje por nuk kemi rënje. Të paktën kemi instabilitet në lindshmëri. Rëndësi ka që ne të na dalin mirë si mamaja dhe bebi, derën e kemi të hapur me një përkushtim për t'ju shërbyer pse ja. Pas lindjeve të gjitha nënat, sipas mjekes, kanë qenë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa Xhelilaj thotë se këtë vit për fat të keq tek bebat ka pasur dhe fatalitete. Faktikisht s'kemi patur raste fatale, fal sistemit të sterilizimit që është shumë i përsosur. Nuk kemi infeksione, nuk kemi, mos të marri, me shumë statistika nuk kemi probleme, as intraoperator, as postoperator, të paktën deri tani. Të papriturat që kanë ndodhur gjatë procesit janë zgjidhur, fal stafit, që e kemi të kompletuar tashmë dhe me mjek të rinj, sepse kemi patur edhe mungesë stafi më përpara. Me thënë drejtën, tash ka dhe të papriturat, fatalitetet që ndonjëherë nuk kanë lidhje me shërbimin, por që ka patur dhe rastet e bebat që nuk kemi dal fitimtar, kur i thonë, por që me shumë gjasa nuk ka lidhje me shërbimin. Sipas mjekes ginekologe Sofika Xhelilaj, shumica e nënave kërkojnë operacionin, por janë mjekët të cilët vlerësojnë rastet. Në spitalin e Vlorës, Xhelilaj thotë se lindin edhe shtetaset huaja. Duke parë që lindja është një proces që zgjat, të paktën mbi 16-24 orë, shumë herë dorëzohen, por ne gjithmonë vëmë logjikën obstetrikale, në kuptimin që aja vlen që kjo të bëjë operacion ose jo. Por zgjedhja ndonjëherë është e tyre dhe e zgjedhin më së shumti ndonjëherë kur lodhen nga kjo pritshmëri. Kemi dhe të huaj, siç kanë ardhur që shërbejnë, kemi filipineze, kemi ukrainase. Kemi patur. Pra, ka besim. Jo, do më thënë më pëlqen, sepse mund të kemi patur një përvojë tjetër ta zëm në institucione të tjera, por kur kanë ardhur këtu ka thënë çka kemi bërë që kemi qenë ande, sepse shërbimi nuk i mungon. 3 vitet e fundit për sa i përket numrit të lindjeve vjetore në Vlorë është vërejtur një stabilitet në numrin e bebeve, të cilat vinë në jetë, por duke krahasuar me 10 apo 15 vite më parë, numri i lindjeve është në rënje drastike. Shtrejtimi i naftës po shoqërohet edhe me rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Sipas një vëzhgimi në tregun e frutaperimeve në qytetin e Vlorës, thuajse të gjitha produktet tregtohen më shtrenjtë krahasuar me periudhën e paranisjes së konfliktit. Shtrejtimi i naftës po shoqërohet edhe me rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Sipas një vëzhgimi në tregun e frutaperimeve në qytetin e Vlorës, thuajse të gjitha produktet, por edhe frutat dhe perimet dhe bulmeti, tregtohen më shtrenjtë krahasuar me periudhën paranisjes së konfliktit. Nëse para pak ditësh 1 kilogram domate tregtohej me 200 lek, sot shitet me 250 deri në 300 lek. Ndërkohë rritja e çmimi është reflektuar edhe tek perimet si speci, patlıxhani apo edhe bulmetet, ku 1 kilogram djath sot tregtohet nga 100 deri në 200 lek më shtrenjtë. Një situatë e tillë prek drejt për drejt xhepat e qytetarëve, sidomos të pensionistëve.
Ata shprehen se qeveria duhet të kishte marrë masa më herët për të ndaluar ndikimin e kësaj rritjeje. Qytetarët thonë se nuk i përballojnë dot këto çmime, të cilat i quajnë abuzive. Sipas tyre nuk përballojnë dot po ashtu jetesën në të tilla çmime. Ka pasur rritje kote? Jo, nuk ka pasur, e njëjta gjë ka qenë. Janë të përballueshme për gjithë Tani me pension. pak me pensionet me vështirësi. Ç'a të bëjmë? Si përballohen? Herë mirë, herë keq. Çmimet janë të shtrenjta, siç i shikoni dhe vetë. Përballoni to? Po me të keq ç'a do bëjmë do përballojmë. Ke marrë parasysh edhe pensionet që kanë? Duke marrë parasysh gjitha gjërat, pensionet, rrogat, e gjitha është çike vështirë. Ka pasur rritje kote? Po, shumë fare. Ja tash që jam unë në treg për shembull, kishte lëvizje çmimesh se çdo gjë nuk bëhet se u rritën këto gjëra, po bëhen çik në mënyrë abuzive këto punë. Kështu që duhet kontrolloj shteti për këto punë. Edhe po. Rritur çmimi i naftës dhe sonse ka ndikuar? Po në petkull e çmimit naftës ndodhin këto gjëra. Justifikohen me pak. Po, se arritet çmimi i naftës, arritet edhe domatja. Se çfarë lidhje ka domatja me naftën që merret te fshatari, unë nuk e kuptoj. Prandaj që duhet çik dora e shtetit në këto punë. Po çmimet të larta janë, gjithsesi të larta. Kanë pasur rritje kote? Po, ka pas rritje më tepër se ç'duhet. Ka ndikuar dhe rritja e çmimit të naftës apo? Ka ndikuar. Po. A është e përballueshme për qytetarët me pensionet e paka që janë? Po s'mund të jetë e përballueshme. Sepse me pagën apo pensionin që merren nuk kompensohesh dot me çmimet që janë. Ku do shkojë kjo situatë? Do shkojnë vetëm rritje. Shpresojmë që të ketë ulje, po tani si më të themi. Duhet ndërhy shteti? Besoj se po. Nuk dhe llogaria të marrim neve. Qa do marrim për para? Ilaçe, apo të marrim një salat mora e 2 banane, nuk kam lek më të marr. Shumë të larta janë. Rritje janë, me rritje janë, çdo gjë këtu të neve. Po, tani që të themi, edhe nga nafta, edhe nga njerëzit që i bëjnë këto gjërat. A është e përballueshme kjo? Jo, nuk është, të keqe nëna, nuk është. Për të mos trembur blerësit, një pjesë e tregtarëve nuk i ekspozojnë çmimet në tezgat e tyre, por edhe ata vetë pranojnë rritjen e tyre, veçanërisht për produktet e importit. Kjo sipas tyre po shkakton një braktisje të tregut nga blerësit, ajsa çdo ditë më tepër po i çon drejt falimentimit, duke i detyruar të braktisin aktivitetin e tyre shumë vjeçar tregtar. Ja, vim vërtet, çka kanë të asë s'kam qytë asë një. Pse kjo rënje drastike? Rënje, ja këtë çmimet. Nga lufta. Nga Edi Rama. Nga nafta? Jo. Nga Edi Rama që ngrë. Ai ngrë. Shumë kush janë rritur, kush produkte janë? Po ja molla, kungulli që në të karota, nga 1.000 lek me shumit. E në cati që të. Kjo rritje vin nga furnitorët? Nga vinë, s'punon më një ka një kugjirë të rinia. Ma vetu, tejt, pensionisat dhe 100.000 lek, ja unë ma 100.000 lek. Në qatë ble 100.000 lek, ja të jemë bëndu 100.000 lek qatë ma. Se bledot. Ore se bledot, ja ide ti të baba, ke babati. 100.000 lek që mere qatë do bëjme 100.000 lek. Qatë do bëjme 100.000 lek. Do maj lajtë për drita uje. Ku do shkoj kjo situatë? Ku do shkoj në fund, ku do vej? Në arroje Edi Rama i qatë bëngres se ngiti fare pensionit. Ndërkohë shuje vetëm produktet e shportës, por pas rritjes së çmimit të naftës, rritja e çmimeve ka prekur çdo sektor ekonomik. Mbeturinat po mbytin lagjen 24 maj në qytetin e Vlorës. Situata shqetësuese sipas banorëve të zonës vijon prej disa kohësh. Banorët kërkojnë një ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, pasi ndotja e krijuar po rrezikon shëndetin dhe cilësinë e jetës. Mbeturinat po mbytin lagjen 24 maj në qytetin e Vlorës, një situatë problematike dhe shqetësuese që sipas banorëve të zonës vijon prej disa kohësh. Jashtë kontenierëve mbetjet janë të shumta, ndërsa banorët ngren shqetësimin e tyre se ato depozitohen edhe nga persona të zonave të tjera, të cilat i hedhin pa kriter. Kjo ka përkeqësuar më tej situatën në këtë lagje. Ajo që kërkojnë banorët e zonës është ndërhyrja e menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, pasi mbetjet kanë kohë që ndodhen në këtë zonë e nuk janë larguar. Kjo situatë po krijon jo vetëm ndotje, por edhe rrezik për shëndetin dhe cilësinë e jetesës.
Janë shumë problem, për arsye se vinë makinat e njerëzit i hedhin këtu. Makinat e tjera, jo lagja. Po. Makinat dhe i hedhin këtu, si është bërë për turpit zi. Se ne i hedhim kosht, ne që jemi këtu. Po që të bëjmë atyre që vinë nuk i shohim. A i dhe peshk hedh këtu që të qelë peshku. Janë disa pika nuk janë pastruar çfarë apo hidhen çdo natë? Nuk e di, unë këtu ka janë këto që janë hedhur këtu dhe nuk i marrin ata. Nuk i marrin. Janë problem për ju në? Po problem, shumë problem. Kysh pis shumë mirimaga, gjëra, na vinë në shtëpi, ja ku kemi shtëpitë atje poshtë. Janë shumë keq. Nuk ka njeri kusht të urdhoj. Shikoti që si marrin, pse si marr ai makina kur vjen. Nuk i marrin, po i lën aty pse i hedhin shesh. Ato vinë makinat e njerëzit i hedhin, jo lagja. Ja, vim peshku na qelbi ditë nuk hidhshim dot me turinat se i hedhin ato kutijet këtu. Me turinat janë problem? Po. Edhe kafsha i ka jam mirë. Sa ku kanë? Këto herë pastor. Nuk të them se unë riposhtër. Po janë shqetësi për zonën tuaj? Po si janë. Po të them, janë shumë jo. Vini hedhin e lagje të tjera, çfarë ndodh? Po edhe vinë. Ikin me makina, i hedhin qesë. Vi unë që anë shumë i hedhin. Mullarja. Sa ko kanë pa pastruar? Ato mund të kenë aty një muaj pa pastruar. Një muaj pa pastruar, s'duken fare, edhe që vinë aty, vinë një skrep, një herë që vinë një skrep, vinë 10 punëtorë vërdalë skrepit, duart i mbajnë xhepa, edhe në një gjaket nuk e veshin hedhin krave, dalin si turista. Janë shqetësim për juve? Shqetësim i madh shumë që kur i shikoj vërdalë ata, që s'punojnë. Po plerat janë shqetësim? Bashkia është mbytur në punëtor, për punë s'ka fare, s'punojnë. Si janë problem. Po janë aq shumë sa edhe vajtën ditë ato aty pa u hequr. Kanë shumë ditët. Janë të lagjes apo vini hedhin dhe në lagje tjera? Për mua i hedhen nga lagje tjera. Vini i shkarkojnë aty. Dhe inerte mund të ketë edhe gjëra tjera me i shkarkojnë aty që në vend. Janë disa pika, kanë bërë disa, kanë bërë zonën. Po thuaj, këtu e kanë si ashtu, pastaj këto të tjera të më pak. Po këtu vini i shkarkojnë shumë. Çfarë ndodh? Nuk i pastrojnë, nuk vinë të pastrojnë, çfarë ndodh? Nuk e di tani, ndoshta janë inerte, se ti nuk e inerte duhet hidhen te kazani. Mbetjet vijojnë të mbeten një problematike e madhe për banorët e lagjes 24 Maj në qytetin e Vlorës. Këta të fundit kërkojnë ndërhyrje urgjente, pasi sipas tyre askush nuk po merr masa për pastrimin e zonës e duke bërë që situata çdo ditë më të përtjet shqetësuese. Parkime në të dyja krahët e rrugës dhe pse të ndaluara, trotuar të bllokuar dhe vështirësi në qarkullimin e automjeteve dhe qytetarëve. Kjo është situata në një nga zonat e lagjes Lefsallata, ndërsa policia bashkiake hesht. Parkime në të dy krahët e rrugës edhe pse të ndaluara, trotuare të bllokuara dhe vështirësi në qarkullimin e automjeteve dhe qytetarëve. Kjo është situata në zonën e ish tregut Orizit në Vlorë në lagjen Lefsallata, ndërsa policia bashkiake hesht. Një situatë problematike dhe shqetësuese për banorët e zonës, por dhe për qytetarët e Vlorës, të cilët e cilësojnë të papranueshme gjendjen e krijuar. Sipas tyre, policia bashkiake qëndron indiferente ndaj kësaj problematike. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga policia bashkiake, pasi lëvizja po bëhet gjithnjë më e vështirë. Një tjetër shqetësim është dhe zaptimi i hapësirave të trotuarëve, duke detyruar këmbësorët të ecin në rrugë mes automjeteve. Automjetet që parkojnë aty krahët, sa problemi janë, qoftë automjetet dhe trotuarët për juve? Çka, më falë që zotërisht se jeni djem të ri. Këtu është që organizimi i bashkisë, i policisë bashkiake për mendimin tim. Sepse edhe në kohën e kaluar, sistemin që patëm neve, pavarësisht se s'kishte makinë shumë, kishte një rregull, një statistik. Edhe këtu ka statistik, por nuk zbatohet. Është problem qarkullimi në dyja krahët? Problemi qarkullimi do të që këtu janë makina më shumë se njerëz. Ja ky është problemi. Janë parkuar në dyja krahët e palejueshme. Prandaj mendoj që bashkia, policia bashkiake e ka domethënë si organizim për rivendosje e makinave atje ku duhen, atje ku s'duhen. Jo biten bëjnë që pasare. Në tabel, nuk lejohet parkimi. Të kam edhe unë mendim. Ja, bën tabelat, por nuk respektojnë. Nuk respektojnë. E jo, kanë shqiptar t'i pagojnë lekët, t'i pagojnë. Ju jeni të ri, kur do kemi shtetë? Po trotuarët edhe këto, ja problem për ju janë zënë, me kështu... Tani janë liruar një qikë, para ishte. Janë bën tabel, atë por nuk respektojnë. Kanë shqiptar t'i pagojnë lekët, t'i pagojnë. Ju jeni të ri, kur do kemi shtetë? Po trotuarët edhe këto, ja problem për ju janë zënë, me kështu...
Vetë mallra shisnin në rrugë. E vështirë për të kaluar njerëzit. Po, shumë e vështirë. Kur të sadiu të dalë pension në Rama, atëherë do bëhet Shqipëria. Ju e shikoni vetë, çfarë të them unë. Problemi janë, duhet të bëhet të merret një mas në fakt, sepse ne do ecim këtu, aty s'ecim fare në mes të rrugës. Janë shqetësime edhe për zjarr fikset, por edhe për ambulancën e SK. Patjetër, ja. Po trotuaret, ju pengojnë që janë të zona pjesën e madhe? Që kuptohet ajo, se ju jeni çuna me shkollë, e kuptoni vetë. Mendimi im është që ambientet e lëvizjes të njerëzve duhet jenë të lira. Qërë në kësaj lagje, po të që kam lëvizur, kam vetë. Sa problem është parkimi automjetëve në aty? O lëre, mos e diskuto fare për skandal. Në çdo vend është skandal këtu në Vlorë. Po të kjo aksi për zjarr fikse, për ambulanca? është e vështirë, aty e shikon vetë, ani kam bërë dhe one way këtu, që nuk kalon dot, edhe duhet të kthehesh andea. Se di se si do vej muhabeti parkimit, është shumë e vështirë këtu në Vlorë. A mirë kudo është e vështirë, po këtu është... Po trotuaret janë problem për juve? Trotuaret këtu janë problem, po trotuaret në bulevard janë shumë të mira. Për parad janë. Sigur vlonjatët kanë nevojë për parad. Edhe më herët Blu Televizion e ka ngritur këtë problematik, por në zonë nuk është marrë asnjë mas. Parkimet në të dy anët e rrugës pengojnë qarkullimin e mjeteve, ndërsa zaptimi i trotuarëve rëndon dhe më shumë situatën. Në zonë janë vendosur dhe tabela ndaluese, por ato nuk respektohen, ndërsa policia bashkiake nuk ndërhyn për të vendosur rregull. Mungesa e tereneve sportive vijon të mbetet evidente në qytetin bregdetar. Projekti Dua të luaj në Vlorë, nisur më herët me synimin e krijimit të hapësirave sportive për qytetarët, është ende në faza të papërfunduara, pavarësisht afateve të përcaktuara. Mungesa e tereneve sportive është nga problematikat më të mëdha me të cilat haset sot qyteti i Vlorës. Vetëm pak muaj më parë nisi të implementoi projekti Dua të luaj në Vlorë, i cili parashikonte ngritjen e 2 fushave të reja sportive, të cilat do të përdoreshin nga ekipet e moshave, por edhe nga fëmijët, me qëllim rritjen e aktivitetit sportiv të tyre. Megjithatë, edhe nëse punimet kanë nisur pak më parë prej 3 javësh, ato kanë mbetur pezull, ndërsa nuk ka një informacion sepse ky kantier mbetet në heshtje. Nuk dihet ende se kur do të rinisin punimet dhe se kur 2 fushat sportive do të jenë gati në funksion të qytetarëve por dhe fëmijëve të Vlorës. Mungesa e tereneve sportive mbetet një nga problematikat kryesore në qytetin e Vlorës. Vetëm pak kohë më parë nisi projekti Dua të luaj në Vlorë, me synim për të krijuar më shumë hapësira sportive për qytetarët. Projekti në ish fushën e aviacionit, i cili parashikon rjetëzimin e kësaj zone dhe kthimin e saj në hapësira sportive dhe rekreative, si dhe ndërtimin e 2 fushave të reja sportive, vijon të mbetet në faza të papërfunduara, pavarësisht afateve të përcaktuara. Sipas të dhënave zyrtare, vlera e kontratës për këtë projekt arrin në 84.937.288 lek pa TVSH, ndërsa afati për realizimin e punimeve është 8 muaj. Financimi është siguruar nga qeveria shqiptare përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ndërsa përfitues është Bashkia Vlorë. Megjithatë, situata në teren paraqitet ndryshe, punimet ecin me ritme të ngadalta dhe në disa zona, duken tuajse të ndaluara, duke ngritur pikpyetje mbi respektimin e afateve dhe menaxhimin e projektit. Mbetet për të parë nëse institucionet përgjegjëse do të arrijnë të përshpejtojnë punimet dhe të mbajnë premtimet për transformimin e kësaj hapësire në një zonë funksionale dhe të dobishme për qytetarët. Duke bërë publike të dhënat për të ardhurat gjatë vitit 2024 nga apartamentet me qira përmes platformës Airbnb, tatimorët kërkojnë që të ardhurat e vitit 2025 të deklarohen deri në 31 mars të 2026. Nëse nuk deklarohen në kohë, sipas tatimorëve do të aplikohen penalitete. Rreth 8500 individ dhe biznese në Shqipëri kanë gjeneruar rreth 20 milion euro të ardhura gjatë vitit 2024, duke dhënë apartamente me qira përmes platformës Airbnb. Nga këto rezervime janë paguar rreth 1.7 milion euro komision për platformën. Të dhënat janë bërë publike nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, e cila ka kërkuar që të gjitha këto të ardhura të deklarohen në deklaratën vjetore të ardhurave personale DIVA. Pas deklarimit, këto të ardhura tatohen me 15%. Afati për deklarimin është deri në datën 31 mars 2026. Nëse nuk deklarohen në kohë, atëherë do të aplikohen penalitete.
Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2024 janë realizuar mbi 8400 subjekte që kanë ofruar akomodim përmes kësaj platforme, me një vlerë totale rezervimesh prej rreth 3.8 miliard lekësh. Komisionet e platformës kanë qenë rreth 167 milion lek. Administrata tatimore ka paralajmëruar se disponon të dhëna për këto të ardhura e o bën thirrje të gjithë individëve dhe bizneseve që t'i deklarojnë për të shmangur kontrollet dhe gjobat. Çmimet globale të naftës kanë rënë ndjeshëm këtë të mërkurë në tregjet aziatike, pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi se negociatat për t'i dhënë fund konfliktit me Iranin po përparojnë. Këto pretendime janë kundërshtuar nga zyrtarët në Teheran, të cilët kanë quajtur këto lajme të rejme. Çmimet globale të naftës kanë rënë ndjeshëm të mërkurën në tregjet aziatike pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi se negociatat për t'i dhënë fund konfliktit me Iranin po përparojnë. Nafta e përpunuar Brent ra me 5% në $99.29 për fuqi, ndërsa nafta amerikane shënoi rënje prej mbi 5.5%, duke zbritur në $88.41 për fuqi. Rënja e çmimeve erdhi me shpresave të investitorëve për një ulje të tensioneve në lindjen e mesme, një rajon kyç për furnizimin global me energji. Trump tha se bisedimet po zhvillohen tani dhe se pala iraniane dëshiron të arrijë një marrëveshje, megjithëse këto pretendime janë kundërshtuar nga zyrtarët në Teheran, të cilët i kanë quajtur raportimet për negociata lajme të rreme. Ndërkohë situata në teren mbetet e tensionuar. Irani dhe Izraeli vazhdojnë të shkëmbejnë sulme me raketa, ndërsa forcat mbrojtëse të Izraelit kanë nisur një valë të re sulmesh që synojnë infrastrukturën në Teheran. Paralelisht, Izraeli ka paralajmëruar evakuime në jug të Beirutit në kuadër të operacioneve kundër Hezbollahut. Një zhvillim kyç që ndikoi në tregjet e energjisë ishte deklarata e Iranit se anijet jo armiqësore mund të kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit, me kusht që të koordinohen me autoritetet iraniane dhe të mos mbështesin veprime kundër vendit. Kjo rrugdetare është jetike për tregtinë globale, pasi përmes saj kalon rreth 20% e furnizimit botror me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Për zhvillimet të mëtejshme na ndiqni në faqen tonë zyrtare si dhe në rrjetet tona sociale. Bashkë miru takofshim.